Gjykata e posaçme e apelit la në fuqi vendimin e shkallës së parë që e shpalli të pafajshëm kryebashkiakun e Devollit Eduard Duro. Të pafajshëm u shpallën edhe 4 zyrtarët e tjerë, Vojsava Bregu, Gazmend Haxhia, Gazmend Malo dhe Astrid Seferkolli. Duro u mori pa ndehur në akuzën shpërdorim detyre, pasi akuzoi se kishte licencuar një biznes karburanti që ishte ndërtuar pa leje. Nga hetimet e SPAK rezultoi se kryebashkiaku socialist Eduard Duro në bashkëpunim me zyrtarët e sektorit të ardhurave dhe licencimit në Bashkinë Devoll, Gazmend Haxhia dhe Gazmend Malo dhe sekretarin e përgjithshëm të Bashkisë Devoll, Astrid Seferkolli, si dhe të pandehurën tjetër, Vojsava Bregu, pajisën shoqërinë tregtare Genci Petrol SHPK me autorizim për tregtim me pakicë të karburantit. Sipas prokurorisë, ky autorizim është dhënë në kundërshtim me ligjin, pasi në vitin 2019, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit kishte vendosur prishjen e pikës së karburantit. Për rrjedhoj, SPAK kishte kërkuar dënimin e kryebashkiakut me 1 vit burg për shpërdorim detyre, por apeli i GKK-s e shpalli të pafajshëm.